Pro kemi mbledh 250 milion euro. Kjo është rrima ndërkohë. Nëse jam ka tentoj prap mu kthy, mu i me qenë unë gabim, po pak ko me pas debat për program. Nëse shkojmë prap në emnat përveçëm, adem flasim për do dinamika partijake. Kur pritet mu publiku lista e PDK-s e posh Aida Durguti, sot u zyrtarizu, çka është ka pritet tjetër? Lista dërgohet në KQZ bëhet publike me 12-ën, shtafati, se jemi të diskutu me shumë njerëz që kanë përfshi listë. Sot, si që keni po, ka ardhe zënja Aida Durguti, do të ketë dhe disa aderimet personalitetet tjera të fushave të ndryshme tjetës, po që janë personalitetet që njën publik, do të ketë dhe disa nesër, pas nesër, do të kemi një rallë të prezentimit të atyre personalitetet, si që meritojnë besojnë. Edhe ajo që është inkurajuse për neve, prej dalje si kemi pos teren dhe për biseda me njerëz, është që ka shumë njerëz që dëshirojnë me u bashku. Ne kemi pos do takim me kryetarët të degëve sot, për propozimet që kanë më dhonë, edhe besojmë që kemi me ndërtu një listë që përfaqëson shtresat ndryshme të Kosovës, edhe këto ditë jemi sigurisht paralelisht të punu edhe në programin që do të rishikohet. Shumë pjesë programit të 28 dhjetor do t'jenë njëjta, sepse nuk kanë ndrru për 6 muaj, po ka disa gjëra që ne do t'i rishikojmë. Në anën tjetër, kur po them, ka ndryshu pak një prej temave që është diskutu në zgjedhjet e kaluara, ka qenë eventualisht këthimi i Fatmir Limajt edhe i do tjerëve kur po thoni kanë me u bashkangjit njerëz në PDK, një ka flesi për njerëz që s'kanë qenë ma herët, apo? Që s'kanë qenë ma herët edhe që s'kanë qenë politik, shumica janë që s'kanë qenë politik, Aida Durguti ka qenë politik, po ka pas një shkputje, po do të ketë shumica e njerëzve janë ata që nuk kanë qenë politik. Unë e mendoj që du të koncentrohemi ma shumë në ofrimin e personaliteteve që nuk kanë qenë politik, që kanë një sukses caktum në një fushë caktum e tjetës. Shumë shpesh krijohet për shtypja e gabume që vetëm ata që janë politikën e përfaqësojnë shoqërinë e Kosovarit, ndërkohë që shoqëria e Kosovarit është një pjesë e madhe e njerëzve që ndoshta edhe për shkak të sjelljes në këto 6 vjet të lëvizjes së vendosjes kanë një, me thonë, kushtimisht gërditje prej politikës, e na duhet me kthy besimin që njerëzit profesionistë duhet mu angazhu në politikë. Në këtë ambient populist plot njerëz pritojnë, sepse ju e shihni që për një deklaratë më të thjeshtë njerëzit marrin lloj-lloj fyrje, lloj-lloj sharje, një klim që u shqy vazhdon të ushqehet për lëvizjet e vendosjes. Është një aparat i madh propagandistik që fyne intimidon njerëz pafund, edhe që plot njerëz me drejt që kanë bë karrierë profesionale, kanë bë tituj akademik e kështu me radhë pritojnë me hyrë në këtë farmaciali të shamive të pafund. Ne besojmë që duhet megjithatë të inkurajojmë që të hyjnë edhe që të ndrojmë një standard, të bëjmë një standard të ri të politikës të ketë një komunikim normal. Për mu, Leart, është trishtueshme, edhe nuk po egzagjeroj, po e them të vërtetën, me shku në për kafet Prishtinës, edhe unë mas emisionit muj me ta tregu ty, po me kursyat personin ku, me pa që ushtarët e FSK-s punojnë kamarierë në orarë dytë, prej orës 6. Po dhe që kështë digniteti ushtarët të të. Me pa mësus, kum takuar në kalume, që punon mazdite në market. Dhe më thëmë, mësusi që punon mazdite në market, punon taksist, ushtari që punon kamarier, që kështë digniteti që i ofrohet figura dikur, edhe sot duhet jetë, figura mësus të ka qenë aqenderume. Më kujtojtë kur kam qenë fëmijë, nësim shumë i, kur e kom taku në lagje mësusin tim, kur e kom ndru rrugën. Së më ka orkeq edhe me taku me për shëndet, aq ka qenë figurë e respektume. Se tash është indjere, po e kujtoj po. Plot prej neve kemi të njëjtin kujtim. Nëse mësusi sot punon bas dite taksist, edhe ndodhë që nëzonë si hypë në taksi për me qumë banes mësusi, që të kemi pru shkollën na, edhe që të kemi pru